Kryetari dhe nënkryetari i listës serbe Zlatan Elek dhe Igor Simić së bashku me kandidatët e partisë për kryetar të Zubin Potokut Miloš Perović dhe barësit e listës Srđan Vullović vizituan ambulancën në fshatin Zupçe, e cila u rinovua pas zjarrit që shpërtheu atje me 19 mars. Me këtë rast Elek deklaroi se rinovimi i ambulancës, për të cilën Serbia ndau 2,5 milionë euro, është provë se si kujdesi shëndetësor dhe arsimor do të mbetet në sistemin e Serbisë. Përfaqësuesi i listës serbe me pas vizituan 2 shtëpi të ndërtuar rishtas në fshatin Donje Varage, të cilët të financuan gjithashtu nga zyra për Kosovë, dhe me tohi shtëpi të ndërtuan për vëllezërit Aleksandar dhe Goran Dobrijević, të cilët ikën nga Bosanska Grahova në vitin 1995 dhe morën shtëpi të tyre pas 3 dekadash. Konventa parazgjedhore listës serbe u mbajt me pas në Zubin Potok, ku prezantuan kandidatët për këshilltar dhe kryetar të asaj komune. Kandidati për kryetar komune Miloš Perović theksoi se zgjedhjet e 12 tetorit janë një luftë për nderin, imazhin dhe të ardhmen e të gjithë fëmijëve në Zubin Potok. Në Fakultetin e Shkencave Teknike në Mitrovicën e Veriut, studentëve të ri u dorëzuan në mënyrë ceremoniale indekset dekani Zoran Golubović, u bëri thirrje studentëve të vitit e parë të punojnë shumë, duke thënë se ai dhe profesorët janë aty për të ndihmuar ata të fitojnë njohuri të reja dhe të përmirësohen. Këtë vit mbi 150 studentë u regjistruan në vitin e parë të Fakultetit të Shkencave Teknike, ndërsa rreth 50 studentë u regjistruan në studimet master. Viti i ri akademik filloi gjithashtu edhe në Fakultetin e Sportit dhe Edukimit Fizik në Leposavić, ku studentëve ju dhanë gjithashtu indekset. Këtë vit 75 vajza dhe djem u regjistruan në studimet bazë dhe pritet që pas afatit të dytë të regjistrimit, ky numër të jetë edhe më i madh. Analisti politik Shkelzen Maliqi vlerësoi se vendimi i gjykatës kushtetuese për konstituimin e Kuvendit të Kosovës ishte i pritshëm dhe se ai është në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit, e cila u propozua dhe u miratua nga vetëvendosja dhe e cila thot qartë se shumica e deputetëve nga radhët e pakicës serbe nominojnë një kandidat për nënkryetar dhe se ai zgjidhet me shumicë votash. Maliqi përfundon se ka pasur mjaft lojra të partisë në pushtet, e cila po përpiqet të vonojë procesin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës, por edhe procesin e kthimit të serbëve në veri në institucionet e Kosovës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, tha se ekipi i tij është ende duke analizuar vendimin e djeshëm të gjykatës kushtetuese të Kosovës, por në të njëjtën kohë ai u kërkoi subjekteve politike në Kosovë të konstituojnë parlamentin dhe të formojnë qeverinë e re të Kosovës. Misioni i OSBE-s në Kosovë konfirmoi mbështetjen e saj për gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe theksoi se vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen dhe zbatohen plotësisht pa ndikim ose ndërhyrje të tepërt në punën e saj. OSBE-ja theksoi se pavarësia e institucioneve gjyqësore është burthemeli i një shoqërie demokratike dhe gjithashtu bëri thirrje të gjithë aktorëve politik të mbështesin konstituimin e Kuvendit në përputhje me kornizën ligjore dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Duke përmbledhur vizitën e Albin Kurtit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu theksoi se gjatë qëndrimit të tij 5 ditor Kurti u takua me 3 kryeministra, 6 kongresmen dhe 4 senatorë amerikan. Kryeziu gjithashtu deklaroi se Kurti mbajti 2 ligjërata dhe u takua me diasporën shqiptare në New York dhe Washington. Deputeti i kantonit zvicran të Bernës, Kora Barashiti, theksoi se qeveria e Kurtit përfaqëson një kërcënim serioz për marrëdhëniet diplomatike dhe strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, gjë që siç theksoi ai nënkupton një rrezik të madh për sigurinë e Kosovës. Me marrjen e pyetjet të mëtejshme të dëshmitarit të mbrojtës James Comey, i cili nga viti 1999 deri në vitin 2001 ishte ndihmësi i kreut të UNMIK-ut në Kosovë, Bernard Kouchner, vazhdoi gjyqi i 4 udhëheqësve
të UÇK-s në Hag. Ndër të tjera, prokurori e pyti James Covin nëse ishte në dijeni se në shtator të vitit 1997 UÇK-ja kishte nisur një sulm të sinkronizuar në stacionet e policisë, të cilin Kovi ju përgjigj se mund ta kishte ditur. Edhe pse nuk ishte atje në atë kohë, Kovi thot se sulmi i policisë ndaj familjes Jashari çoi në një fluks të madh të njerëzve që t'i bashkohen UÇK-s. Nesër moti do të jetë me vranësira dhe shumë i ftoftë me shira të rrëmbyeshme dhe të mëdha, ndërsa në Bjeshkët mbi 800 metra mbi nivelin e detit pritet rreshje bore. Rreshjet më të shumta priten në pjesën jugore të Serbisë. Temperatura do të sillet nga 6 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore deri në 14 gradë Celsius.